Trajtimin e rrymës, se dimrit nuk kanë punë, kanë më mbyllë. Janë të detyruar. Kanë qira, kanë rrymë, kanë ujë, kanë beturinat mi pagu, edhe ato pak bizneset që janë të vogla, kanë më mbyllë. Edhe gjithë të fatura, tash na nuk di si do t'ja dalim. Me siguri, populli i Kosovës ka me terë. Sot, këtë si thjesht, zgjatë dorën, drejt në gjepa tona, dhe merë aqë sa ja donë shefi. E kemi pa tashmë që kjo dëshirë nuk ngopen ndë njëherë, se apetiti i Kecit është i gatshëm që të nangulfat e thaj për të trash profitin e tyre. Po nuk ju bindëm, na kërcënojmë, po nuk ju bindëm, ata na kërcënojmë me kamxhik të territ. Nuk jam mjaftueshëm, po me 10 do të me fillu, për çdo ditë do të me qitë shaturat këto, desa të jap me përgjegjësi kjo bombë e tari urnoni, po këso ka mirë këtu. A gjoma një matematicen që mundet që të me zbërthyje që të çka u bo këtu me këto haraqa. Blok tarifa, as të opozitës nuk e kanë cek, blok tarifa është haraqi më i madh. Pas privatizimit, u kriju një bërd, i quajtur ZRE, qëllimi i cilit ishte të rregulloj çmimet energjetike, që mos me e leju një kompani zhvatëse si Keci me përfitu në kurrez të qytetarëve. Por e vetmi rol që e ka lujt ZRE-ja deri tash është aprovimi kërkesave të Kecit. Kërkojmë nga gjithë qytetarët që të bashkohen edhe në protestat e radhës edhe ma shumë, edhe ma fort, që të bëjmë një 3 kërkesa të qarta. Kërkesa e parë, imediate e menjëhershme, duhet të jetë parandalimi i rritjes abuzive të çmimit nga Keci, sepse qytetarët nuk ja kanë bërë shfitimin Kecit. Kërkesa e dytë, menjëherë pas konstituimit të kuvendit dhe të qeverisë, duhet të shkarkohet bordi ZRE-s i cili po i shërben Kecit e jo qytetarëve. Dhe kërkesa e tretë, duhet të filloj të hapet debati dhe të filloj procesi i shtetëzimit të Kecit. Keci duhet të takoj popullit.